Pra, në qoftë se nga një analizë që ne kemi bërë disa vite më parë, 60% e profesoratit në Shqipëri ka marrë titull në mënyrë të pamerituar, pa respektuar. Kjo është skandaloze, është realisht është një dëm i madh ekonomik dhe ju shikoni nga cilësia e mësimit që ofrohet. Dhe unë ndërkohë që po përgatitesha për intervistën, po shikoja pak në bibliotekën që kam në shtëpi dhe po shikoja për shembull një libër që kisha nga studimet e mia në mjeksi. Pra ky është libri i neurologjisë dhe është i prodhuar në vitin 2005, po ka ribotime të viteve ndryshme. Dhe nëse shikoni nuk ka asnjë referencë. Pra është nga dy autore në Shqipëri janë si thua profesoresha të nderuara, po pa shkencë, dhe nëse shikoni nuk ka asnjë referencë. Kjo detyrimisht tregon ka dy tregues shumë qartë. E para, i gjithë materiali presupozohet të jetë kopjuar. Kjo për shkak sepse nuk ka referenca dhe këta nuk është se janë shkencëtar të bëjnë një libër të tillë. Dhe dyta tregon që ka një korrupsion masiv, pasi këto botime janë përdorur për të marrë titull, janë përdorur për të marrë para, pra i kanë vjedhur drejtën e autorit dikush tjetër që ka punuar me mund. Dhe i gjithë sistemi bazohet në një mashtrim të tillë. Unë po shikoj edhe për shembull një libër tjetër që ishte i fiziologjisë, pra i votimi 2005. Fiziologjia patologjike. Urdhro? Fiziologjia patologjike me çfarë arrit lexoj aty, po. Po pikërisht, po kjo dhe e njëjta gjë, pra gjitha nuk kishte asnjë referencë libri. Dhe po t'i japësh gjithë librat ose pjesën më të madhe të librave në Shqipëri është e njëjta histori. Dhe duhet kuptuar që librat në gjithë botën shkruhen nga disa shkencëtarë. Ku secili shkruan kapitullin përgjigjes, ndërsa ne kemi aq shumë profesor dhe aq shumë shkencëtarë sa këta janë në gjendje të shkruajnë të gjithë historinë shkencore vetë, pa nevojën për të pasur ekspertizë shkencore. Dhe pikërisht këtë kërkoi prokurorinë që të hetojë në mënyrë që të na hapi atë frymarrje njerëzve të cilët punojnë, të cilët e duan arsimin dhe të cilët në mënyrë sistemike janë goditur nga sistemi sepse duan të punojnë dhe të operojnë si shkencëtar. Qartë, cilat janë pasojat e gjithë kësaj, si mund ta quaj ta ulant, është kështu skem piramidale kjo në kërkimin shkencor, si mund t'i vendosim një emër që të tingëllojë e kuptueshme edhe për publikun, se duket shumë e komplikuar titujt shkencor, doktoraturat, po si mund ta bëjmë më të kuptueshme dhe cilat janë pasojat e kësaj? Unë faktikisht kam shpjeguar me një term, ne kemi të bëjmë një prostitucion akademik. Kjo që nga më e rëndë se piramida që doja. Prostitucion akademik, praktikisht një prostituta apo një gigolo shet trupin e vet për përfitime monetare. Ndërkohë që akademikët shqiptarë shesin integritetin e universitetit për të përfituar pozicione dhe statuse dhe para që nuk ju takojnë. Dhe kjo është shumë e dëmshëm. Pasi nëse do të shkatrosh një shtet, shkatroj arsimin. Dhe praktikisht në Shqipëri ne kemi ardhur në kushtet e shkatrimit të arsimit dhe mungesës së vetdijes kombëtare dhe mungesës së zhvillimit të shumë sektorëve që do të ishin tashmë jashtëzakonisht shumë përpara pas 35 viteve demokraci. Ne humbasim para pafund nga bujqësia, ndërkohë që Serbia merr 300 milionë euro fonde, ne marrim 0 fonde. Profesoratet shqiptar, sepse ideja është e tillë, nëse këta do kishin punuar në 35 vite, këta sot do kishin mundësi të merrnin grante kërkimore nga Bashkimi Evropian, që fillon nga 1.5 milion euro. Dhe këta nuk janë në gjendje sepse këta nuk kanë CV. Gjëja e parë që Bashkimi Evropian kërkon është CV-ja. Dhe në CV do shkruash të gjithë punën kërkimore që ti ke bërë në ekspertizën tënde. Këta nuk kanë, dhe rrjedhimisht këta vetëm konsumojnë para publike, shkatrojnë potencialin shqiptar dhe krijojnë një sistem të tërë piramidal të korruptuar, i cili nuk lejon zhvillimin e mëtejshëm të trurit shqiptar. Dhe me trurin shqiptar kuptoj inovacionin, kuptoj edhe vetdijen kombëtare. Unë po shikoja për shembull një personazh publik që kishte ndarë një flet palosje që jepnin agjencitë turistike, ku thoshin shumë pa vërteta mbi Butrindin, duke dhënë një histori që nuk i përket shqiptarëve. Ndërkohë që po të kishim shkencë, po të kishim universitete të fuqishme, të gjitha ato do redaktoheshin nga shkencëtarët shqiptar me qëllim që ne të ruanim pronën tonë intelektuale. Dhe kjo është pikërisht shkatrimi që ne kemi në mas, dhe ju e shikoni shumë mirë, ka një voshatiste të madhe të universiteteve, sot ka edhe hapje të jashtëzakonshme të universiteteve që janë kioska, pra mjafton të shikosh godinën që ngjajnë si hotele dhe që nuk kanë lidhje me universitetin. Qeveria ka hequr si duash investimin apo prioritetet që kishte për arsim. Sot universiteti më i madh në vend nuk ka një kampus universitar, pra që edhe jemi në vitin 2025, dhe të gjitha këto ndodhin për shkak të këtij grupi që unë e konsideroj të strukturuar kriminal, i cili ka vrarë potencialin shqiptar
për të qenë përpara dhe njësoj si vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Unë do doja që ti të na shpjegoj edhe një herë se si Shqipëria humbet miliona euro, po themi fonde kërkimi për shkak të këtyre titujve të rrem dhe sa serioz është ky dëm ekonomik që i shkaktohet vendit tonë, po themi. Atëherë, le ta bëjmë më konkretisht. Le të marrim një profesor A. Një profesor A, pra një profesor në fakultetin ekonomikut. Ky profesor, duke vjedhur titull akademik, së pari ka rritje rroke, që sot shkon në 2.000 euro. Pra, ai ka merr 2.000 euro në muaj për të mashtruar. Nga ana tjetër, nëse ky person do i kishte marrë me meritokraci, ky do kishte marrë grante që shkonin nga 200.000 deri në 2 milion apo 5 milion euro nga Bashkimi Evropian. Pra, ne jo vetëm që paguajmë për mashtrimin, por ne humbasim mundësinë për të marrë fonde dhe për ndërtuar më pas industri, sepse kërkimi shkencor lidhet me ndërtimin e industrisë. Pra shikoni, një person i vetëm shkakton miliona euro dëm ekonomik për shoqërinë shqiptare. Dhe kjo është pikërisht drama më e madhe e shtetit shqiptar, ku ne paguajmë njerëz që vetëm konsumojnë para publike. Ju besoj keni qenë student, ne gjithë kemi qenë student, unë kam qenë vetë student në Universitetin Shqiptare. Profesorët nuk vinë në mësim, kanë nga 3-4 punë, paguajnë të tjerët t'ja u bëjnë mësimin që nuk i kanë kualifikimet gjithashtu, pra shikoni dëmin e madh që bëhet jo vetëm në situatë dëmi ekonomik i kapshëm, po nga ana tjetër edhe në zhvillimin profesional të rinjve. Pra ne shumë të rinj marrin diplomë, por diploma të cilat nuk janë konkurrente, të cilat nuk janë të vlefshme dhe nuk i përgatisin me aftësitë e duhura për të konkuruar në treg. Qartë. Dhe ky është një dëm që trashëgohet kam përshtypje në breza dhe i shkakton Shqipërisë pastaj problemet sistemike, të cilat janë shumë e vështirë që ti mjekosh brenda një 4 vjeçari qeverisje. Patjetër, unë të përmenda një shembull shumë thjesht. Serbia merr 300 milion euro në vit vetëm nga bujqësia. Pra nëse ne në 35 vite do kishim investuar në Universitetin Bujqësor ta kishim cilësor dhe jo 25 profesorë që vjedhin laboratorin dhe shpërdorin para publike, ne sot duhet merrnim më shumë para nga Bashkimi Evropian, sepse Shqipëria ka, si thua, klimën, ka pozicionin më strategjik për bujqësi. Pra e kuptoni, vetëm në bujqësi, ne sot humbasim minimalisht 300 milion euro që do investoheshin tek shteti shqiptar dhe rrjedhimisht ekonomia shqiptare që do përkthejnë në miliona euro të tjera fitim. A e kuptoni se sa rëndësi madhore ka universiteti? Sepse këto fonde i ndërton universiteti në radhë të parë duke trajnuar, duke kryer programe të studimit shkollave profesionale, duke trajnuar njerëzit që punojnë në bujqësi, duke krijuar ekipet multidimensionale që mund të thithin këto fonde etj. Pra, unë e dash një shembull shumë thjesht, 300 milion euro vetëm nga bujqësia, por që do ishte shumë i madh për shkak të potencialit që ne kemi si shtet në këtë fushë. Po imagjinoni se çfarë bëhet në fusha e tjera. Unë mund të kap për shembull fushën e mjekësisë. Aty duhet kaloj. Po, ju shikoni se çfarë bëhet me medikamentet. Ju nuk qytetari shqiptar nuk e kupton që ai profesori që është shefi i departamentit të neurologjisë, shefi i departamentit të onkologjisë, ai është personi që aprovon barnat. Pra nëse ky personazh është i korruptuar, sigurisht do korruptohet edhe në barnat që do aprovoj. Dhe sot në shoqërinë shqiptare ka një mungesë besueshmërie shumë të lartë në barnat që konsumohen ose që merren në treg. Po unë doja të pyesja meqense mund dalet tek barnat edhe është një problem mjaft me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme sociale kjo çështja e barnave. Mungojnë barnat taulant apo mungon besueshmëria? Cila mungon? Besoj të dyja, po besueshmëria unë e shoh jashtëzakonisht shumë problematike. Unë dje isha i ulur kafe tek shtëpia e prindërve këtu në Tiranë dhe dikush ishte e ulur në kafe nga më pyeti dhe tha Taulanta, kam dalë me një sëmundje X dhe duhet marr medikamentin. Por vajta në farmaci dhe më tha farmacistja që shko dhe merre jashtë, këtu nuk është se ka garanci. Dhe më tha si më sugjeron. Dhe i thash fakti që ti vetë ke dyshim, sikur ta marrësh në Shqipëri, ti prap nuk do jesh i kënaqur me atë ilazh dhe do e vësh në dyshim veten tënde gjithmonë për atë ilazh. Pra, në momentin që ka një mungesë besueshmërie të lartë, kjo vjen nga fakti që institucionet nuk ka meritokraci dhe nuk ka respektim të ligjit. Nëse ne do kishim njerëz të shkencës, të cilët
kishin ndërtuar institucionet besueshme, sigurisht që nuk do kishte mungesë besueshmërie në medikamentet që sot qarkullojnë në Shqipëri. Dhe kjo është shumë e thjeshtë që si thua një treg që mund të rregullohet shumë thjesht, duke aprovuar apo kaluar ato barna që dy agjencitë më të mëdha ndërkombëtare, EMA apo FDA i aprovojnë. Ndërkohë që sot në Shqipëri ti nuk ke as protokolle mjekësore. Pra praktikisht ti mund të eksperimentosh shumë barna, pasi nuk ka protokolle që detyrojnë që të zbatosh evidencën e fundit shkencore për të dhënë X apo Y medikament. Dhe në këtë mënyrë ti heq përgjegjësinë nga mjeku për të, si thua, në qoftë se jepet medikamenti i gabuar pacientit. Pra ka shumë gjëra në Shqipëri që vijnë pikërisht nga ajo që unë them, pavarësisht se njerëzit nuk e shohin, që është katrimi i universitetit. Qëse qendra spitalore universitare në Tereza do përbëhen nga shkencëtar, këta shkencëtar jo vetëm do kishin ndërtuar protokollet më të mira, por nga ana tjetër do bënin studime të vazhdueshme për të kuptuar pse vinte kjo mungesë besueshmërie, pse ka këtë manipulim të tregut etj etj. Ju e shikoni shumë mirë se ç'ka ndodhur gjatë Covidit. Universitetet në gjithë botën ishin zëri që orientonin politikat. Ku studime ndryshme sillnin nxirrnin problematikat ndryshme, të cilat në pas drejtonin politikat. Ndërkohë, dëgjuat në një studim nga Universiteti Shqiptare? Zero. Me thënë të drejtën, jo, nuk kam dëgjuar. Mbase ka pas në një, po unë nuk e kam dëgjuar. Një tek këtu, po them, në 3-4 vite, nuk kishte shkencë në Universiteti Shqiptare. Ju e paçin televizione, ftoheshin lloj-lloj njerëzish që s'kishin as kredencialet për të folur për temën. Dhe u shndrua i gjitha nga një çështje shëndetësie në çështje konspiracioni. Këtë e mbaj mend shumë mirë, ky është problem shumë i madh. Flistin Taulant, me që ma kujtove, se nuk e kisha në mendje, po me që ma kujtove, më duket të mërësisht skandaloze Taulant që për çështjen e vaksinës, që është një çështje thellësisht shkencore, madje edhe për te i mjekëve, po për shkencëtarët, për studiuesit e mirëfill të disiplinës së mjekësisë, flistin konspiracionistët, është e tmerrshme, është nuk e di domethënë. Domethënë është vërtet për te i Sot situata vazhdon njësoj. Unë kur shikoj televizionet shqiptare, kur shikoj ato që dalin për shembull në rrjetet sociale, janë njerëz të cilët rekomandojnë barna apo medikamente apo analiza laboratorike, të cilët nuk kanë kredencialet e duhura për të bërë një gjë të tillë. Nga ana tjetër në Shqipëri nuk është i kontrolluar konflikti i interesit. Në gjithë botën mjekët janë të lidhura me industrinë farmaceutike, por është i kontrolluar mënyra se si kjo lidhje është e bërë. Kurse në Shqipëri është kthyer në një pazar apo në një treg, sikurse po shet rroba apo po shet bizhuteri. Dhe gjithë kjo vjen pikërisht nga shkatrimi i vlerave që ka shoqëria në të gjitha fushat e vet, që vjen nga një arsim i dobët. Pra nga mos funksionimi i sistemeve universitare për të bërë kontrollin shkencor të shumë fushave, në mënyrë që t'japi shoqërisë drejtimin e duhur. Por ama, nga ana tjetër, përdorimi i barnave në mënyrë abuzive dhe, si thua, ndjekja e këshillave të njerëzve që janë jo profesionistë për çështje thellësisht shkencore dhe shëndetësore, tregon fakt edhe shkatrimin e mendimit racional, ndoshta, që vjen si pasojë e dobësimit të universitetit. Pra, është dhe një efekt pak më i gjerë se kaq. Patjetër, Egon, sot në shoqërinë shqiptare ne kemi vajtur në shoqërinë e fallsitetit. Sikur se janë universitetet falso, pra profesorët, shkencëtarë të cilët kanë titull profesor, por që nuk janë shkencëtarë, pra janë, si thua, profesionistë të thjeshtë që duhet i gjehen në ambiente të tjera. E njëjta gjë ndodh edhe le themi në institucionet si kurse janë media. Unë shoh të ftuar për shembull njerëz të cilët flasin me një siguri të madhe për shumë fusha në mjekësi, ndërkohë që nuk i kanë kredencialet për të folur për atë. Sepse sot jemi bërë në tregun e lajkeve dhe shereve dhe pak kontroll ka në cilësinë e informacionit që jepet. Dhe sigurisht kjo është edhe një trend global, por kjo është më e rëndë në vendin tonë ku kemi kemi një mungesë të dijes dhe nga ana tjetër zëri kritik që duhet të rrithen nga universitetet. Dhe është alarmante situata me cilën ne sot jemi dhe gjendemi dhe nëse ne duam të kemi zhvillim në 10 apo 15 vitet e ardhshme, ne duhet të fillojmë të veprojmë sot. Duhet kuptuar që në situatën ku ne jemi, deri në 5 vitet apo 10 vitet e ardhshme nuk do ketë zhvillim në universitet. Do vazhdoj trendi, madje trendi i rënës, sepse një reformë kur merret, ka të paktën do një afat 5, 10 apo 15 vjeçar që ti të ndjesh si thua se mos në arsim. Dhe pikërisht, unë prandaj gjithmonë them, ka nevojë për një pakt kombëtar.
të partive politike, nuk ka rëndësi e i madhe apo i djathtë, arsimin ai përket gjithëve, dhe për ndërtuar shtylla të cilat e çojnë universitetin apo arsimin shqiptar në 10 vitet e ardhshme në standardet ndërkombëtare. Qartë, edhe për ta përmbyllur me një çështje, pra ti rikthemi asaj që ti e ke denoncuar shpesh korrupsionit, siç ishte rasti i fundit në arsime, plagjiaturat, po ashtu edhe në sistemin e shëndetësisë, meqense ti vetë je i fushës taulant. Pra, shpesh ne diskutojmë që mjekët bashkëpunojnë, po themi, me kompanitë farmaceutike për të nxitur ose për të shtyrë ose për të shitur bardha të caktuara. Çfarë, po themi, realiteti sheh ti në këtë problem? Sigurisht, këto konflikte e interesit duhet ishin shumë të mirë kontrolluara nga shteti. Në Shqipëri nuk shoh që të ketë një kontroll të mirë organizuar të mënyrës se si kompanitë farmaceutike paguajnë mjekët për të marrë përfitime për të shitur produktet e tyre. Dhe përjetoj, edhe fakti që sot nuk ka kontroll mbi barnat që futen në treg dhe ka mungesë besueshmërie vjen pikërisht edhe nga kjo situatë që lidhet me mungesën e konfliktit të interesit. Prandaj shumë e nevojshme që ne të investohemi në shkencë, të investohemi në krijimin e figurave shkencore që japin besueshmëri shoqërisë, po edhe rrisin, avancojnë